Hamlet hai respektune shumë Hamlet hai dik hamne radioneske Romano Avazo, shukaralena në shtartë emisiano ramje projekteski Romano Avazo, monitori pe e strategiako ani Kosova, taj e aksionalne planesko ano Prizren, financjerimo kotar Evropaki Unija, taj piku imo kotar Bird, nezavisna TV mreža, Kosovake hranime medijengu koncili, taj implementimo kotar i birepkani organizacija Durmish Aslano, respektivitetea Radio Romano Avazo. Lugjara o rodlari pe, taj o investigativuno gjurnalizmo, vash implementi pe strategijako, vash o romane taj ashkalune komunitete ngo haka engo avansi pe 2022-2023, taj prizrensko aksiono plani 2025-2028. Agare çoneski tema si strategikuno objektivi butikeri pe, taj ojekto intervista realizingem e butikeri paske servisiengi divizjake shefeja e rajo Fadil Osmanea kotar e butikeri paski agencija. Ovdje ngeme respondipja pando e konkretune rezultatja butikeri paske programja, vasho Roma taj shkalije, sherune identifikime bariere vasho Romengo taj shkaliengo butjari pe, kotare agencija, taj sara dresingjona akala sfide, taj sara monitoringjola, taj raportingjola e butikeri pasko strategikuno objektivi. Përshëndetje zotri Fadil Osmani, faleminderit që keni pranuar ftesën për mu intervistu nga ana Radio Romano Avazos. Do të trajtojmë temën e objektivit strategjik punësimi. Sa përqind të buxhetit të agjencisë së punësimit është ndarë specifikisht për programet e punësimit të romëve dhe shkalive që nga miratimi i strategjisë gjatë vitit 2023 dhe çfarë rezultatesh konkrete, numër të punësuar, të themi statistike kështu kemi në dispozicion deri më tani. Fillimisht ju falenderoj për mundësinë. Neve strategjia e punësimit na obligon që me pas me prioritet grupet e marginalizuara, në këtë rast edhe përfaqësuesit e komuniteteve Ramashkali Gjeptas, ku në gjitha mosat aktive të tregut punës, dikun rreth 30% të pjesëtarëve i takojnë grupet marginalizuara, në këtë rastin edhe përfaqësuesit e komunitetit Ramashkali Gjeptas. Ajo që ka po du me potencu është që kena një rritje, kena një pjesëmarrje këgjët mirë, ani që na nuk jemi të kënaqur asnjëherë, se gjithmonë pritjet edhe qëllimet tona janë për një numër më të madh, ku pjesëtarët e komunitetit Ramashkali dhe Gjeptas marrin pjesë në mosa aktive të tregut punës, ku kanë mundësi pas përfundimit të tyre mosa aktive të tregut punës të jesin në pozitat të bizneset dhe të vazhdojnë punësimin e tyre. Një numër respektivisht i mirë. Ajo që ka ne menojmë është që do të me bo apel të gjitha shoqëria civile, bëhet një informim i sakt, një informim rreth asaj se çka ofron agjencia e punësimit, edhe mundësitë që i kanë për me përfitu për shërbimeve që afrohen për agjencisë punësimit, në këtë rast edhe për mosave aktive të tregut punës edhe për aftësimit profesional. Në statistika nuk isha dashur me hyj fort për shkak se jena në përfundim vitit edhe ende nuk i kemi raportin zyrtar puna dhe punësimi për vitin 2025, ajo besoj dikun ka funi marsit botuhet, kështu që po besoj që statistikat janë të mira, po prapë ne po potencoj që të bëhen pritjet tona janë për më shumë. Njërën prej barierave përmendet e thatë informimi, a keni ndonjë barierë tjetër ose kryesore që agjencia identifikon për punësimin e romëve ose ashkalimve? Për shembull mangësia e aftësive, diskriminimi apo nga punëdhënësit ose të tjerë. Përmenoj që të gjithë 33-at, ajo që ka shihet e ata është një mungesë e aftësive dhe shkallësive, pasi pas shkollimit do thotë nuk ju afrohet kjo. Ajo që ka e afron agjencia e punësimit është përmes 7 qendrave të aftësimit profesional, rreth 35 programe trajnimit, ju afrohet mundësia e përfitimit të një trajnimi ngritjes shkallësive dhe të aftësive edhe të marrjes një kvalifikimit i cili ndikon që me qenë ma ofër ofertave të tregut punës. Si monitorohet dhe raportohet zbatimi i objektivit strategjik të punësimit në nivel lokal dhe çfarë penalitete parashihen për komuna që nuk arrin targeta që ju i caktoni aty? Realisht monitorimi bëhet në baza mujore, monitorimi bëhet sipas raportimeve që të vinë pe zyrëve punësimit, edhe ndërkohë me përmbushjen e planit vjetor ne i nxjerrim edhe performancën e zyrëve punësimit, në këtë rast edhe performancën, kur të nxjerrim performancën ato janë gjithë indikatorë MAC, në këtë rast janë edhe indikatorë MAC edhe në ndërmjetësim punësim edhe në aftësim profesional, edhe
në rastet kur vjen deri te mosplotësimi i kuotës ose i targeteve të cilat ju vendosen aty, në atëherë rishikohet, analizohet pse arsyeja, pse ka ndodhur edhe në momentalisht më herë ndikohet në përmirësimin e asaj situate. A keni ndonjë rekomandim ose ndonjë mesazh edhe për organizata edhe për anëtarët të komunitetit, por edhe ndonjë rekomandim se çfarë duhet të shtohet diçka e re, qoftë si aktivitet, qoftë diçka si veprim, tek strategjia e re për avancimin e drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali, duke marrë parasysh me bë një krahasim me këtë strategji që kanë qenë mangësit dhe çka duhet të shtohet në këtë komponent. Unë po besoj që jena në draftim në strategjisë të re, edhe ato janë dhënë gjitha komente për gjitha institucioneve, por normalisht edhe për shoqërinë civile. Ajo që pres është një bashkëpunim edhe më i madh me shoqërinë civile, në përgjithësi jam të vull për përfaqësuesit e komunitetit rom ashkali egjiptas, të bashkëpunojmë më tepër edhe ta ngrismi atë vetdijen të pjesëtarët e komunitetit rom ashkali egjiptas, që ekzistojnë institucione të cilat merren posaçërisht për përkrahjen e tyre si në fushën e punësimit, po ashtu edhe në fushën e aftësimit profesional. Unë apeloj të gjithë të rritë dhe të reja të vinë të marrin këto shërbime, gjitha shërbimet janë pa pagesë nga institucioni jonë, edhe është një diçka e mirë, të thotë unë e kam potencuar edhe sot, për potencioj prapë, është një diçka shumë e mirë të kur flasim për të rritë dhe të reja të komunitetit rom ashkali egjiptas, vetëdijsimi për edukim të matutjeshëm. Kjo është diçka shumë e mirë, kjo është pikërisht personalisht aty në ju ndihmon, mandej janë edhe pjesë tjera institucionit që i afron kur është në pyetje kvalifikimi, ndërmjetësimi rregull, ndërmjetësimi përmes mos aktive të rregullt punës, sa të ndikojnë mandej në përmirësimin e mirëqenies tyne. E dujto intervista kërgam e Rajna Shqipe Breznica, koja je direktora e Help Kosovaki, ko të diskutingen vash o ketani butikeripe e Helpesko e butikeripaska agencia, e lokalune institucijencar e profesionalne treningja, kolla pasharla o Helpi, e pikoj pasko nivelli ano komune të haju impakte ano suksesi e komitetjenge biznisjengo. Faleminderit që pranut për mu intervistu nga Radio Romana Avazo. Tema jonë është punësimi. A mund të na tregoni si Help sa programe trajnimi profesional keni zhvilluar edhe specifikisht për komunitetet rom dhe ashkali, dhe cili është niveli punësimit pas trajnimeve dhe programe që ofroni atyre? Po, faleminderit shumë Fatmir për mundësinë me dhënë intervistën. Na kemi dhënë trajnime të ndryshme të profesionale. Ato kanë të bëjë kryesisht në fushën e bujqësisë, në rrobaqepsi, në beautician, në parukeri, në varet kërkesa vjen prej vetë klientave. Na në momentin që ju apim grante, ata mandej në momentin që dojnë me zgjeru biznesin, dojnë me trajnu dikon prej ekipit vetë, na ju ofrojmë trajnimet zanatit që me mujtë ata me shkëlqymë biznesin e tëne. Po këto generike shkojnë gjithë. Momentin që e fiton grantin, ty kime marë trajnimin për biznes që është shumë generik. Qysh regjistrot biznesi, qysh pagun taksa në Kosovë, pak marketing, qëtojnë. E mande ato të zanatit përfshirë krejt këto që i thamë, ka pas dhe kërkesa, sidomos nga komuniteti rom është ngrohja qendrore, murator, ndërtimtar, ku aty kemi pas në fillim, kemi pas shumë vështirësi me ofrus të trajnimeve. Tash kemi qendra shumë të mira profesionale ku po ofron këto trajnime, kemi pas dhe përgatim, edhe po mas shumë të kemi pas rrobaqepsin. E këto e kemi pas, e mandej rrugës, o rrit pak edhe media sociale, edhe zhvillimi i software ose dizajnimi i webfaqeve. Kjo është halon në numër ma të vogël, po presim që ka me u rrit. Numerikisht përmendet edhe në prezantimet e juaja të mëhershme që më shumë se 150 familje ose aplikant kanë përfitu. Po. A mundeni kështu statistikisht me tregu pak çet procesin? Ajo është, na zakonisht punojna me komuna partnere. Ideja është që na e bojmë shumë të mirë seancën informuese, se nuk e mojmë seancën informuese veç në televizion ose në media sociale, po i takojmë qytetarët ku ata janë, në mënyrë që me mujtë me marë si cili qytetar informatën. Mandi numri e aplikantëve ka qenë shumë i madh, kështu që kjo tregon që në mesin e komunitetit rom ashkalit egjiptian ka shpirt ndërmarrës, po ideja është që s'kan qasje në financa, edhe s'kan qasje në informata.
edhe prej shumë aplikantëve që kanë aplikuar të na 150 i kanë plotësuar kriterin social dhe ekonomik. Këto duna me cek patmerr se kriteri social ti mundesh me qenë grupi cënushëm, por nëse nuk merr nga ndërmarrësia, nuk mundet me shku damet e grantit. Kështu që na i kemi kriterin social dhe kriterin ekonomik. Ata që kanë kalu kanë qenë 150 që janë prej fushave të ndryshme, si të cilat veç i kam përmend, janë edhe të fushës së bujqësisë, janë rroba qepse, janë nga fusha e medjave, fotograf, kena edhe parukjere, kemi edhe kopshtar, fantastik, kemi saldus, kështu që kemi për disa fushave të ndryshme. Do me thënë, si bashkëpunon Help Kosova me komunitetin, me organizatat komunitare edhe me agjensin e punësimit, nëse mund të na tregoni, për me arrit atë suksesin që e keni arritet deri tani. Me organizatat lokale të vendit që miren me komunitetet jo shumic, punojmë me të gjitha. Se na faktikisht përmes tyne edhe e marrim informatën se ku është komuniteti më sakt, mandej e dyta është komuna. Komunat janë partnerët më të mirë tanë, se na bashkë me ta e bojmë seancën informuese, i kuptojmë kërkesat e komuniteteve jo shumic, po edhe komunitetet jo shumic edhe shumic, kështu që ideja është më konë sa ma gjithë përfshirëse. Me agjensinë e punës kemi bashkëpunim jo të shkëlqyshëm, ideja është që unë disa herë kom thonë, momentin që nuk mundesh me i dalë zot punës në dhënien e granteve në këtë rast, rritin e punësimit ose punësishmërisë. Unë s'pëtom që ata fondin e kanë, po s'kan ka njerë kapacitet zbatimi, ata duhet me fillu me e mendu iden qysh me kontraktu shërbim. Punët që s'mujnë mi kryin vetë, ka organizata që i kryin ose dhe biznese, kështu që s'po du me lëbu vish për helpin këtë rast, po ka plot organizata si helpi ose biznese, cilat e kishin bë këtë punë shumë ma mirë edhe kishit me i dalë ma faqe bardhë në ngritjen e punësimit edhe punësishmërisë. Mund të na tregoni cilat janë barierat ose problemet që i keni hasur për identifikimin e një vendi të punës për komunitetet, edhe ndërlidhja kisha dashur me ditë çfarë rekomandime jepni edhe për institucionet duke u bazuar që kemi një strategji për avancimin e drejtave të komuniteteve rom dhe ashkali, edhe aty është një objektiv strategjik punësimi, por sa i përket indikatorëve dhe mbështetjes, institucioneve nuk është në nivelin siç e keni ju, domethënë siç po punoni dhe po keni shumë sukses. Fatmir, e para, unë menoj që për me emrit e komuniteti Rom Ashkali dhe Egjiptian, duhesh me pas shumë atlet procesin e aplikimit. Nuk mund është me qitën në Kosova platformë, me thonë aplika. Na duhet me kuptu kësa, na me qenë se kemi piksynem, kemi punësimin. Dush me hinkë pucat ati që të ly punë. Nuk është ideja me najtë në zyre dhe me komuniku për mes emailave dhe mediave sociale ose me buni fushatën media. Na duhet me taku komunitetin Rom Ashkali ku ata janë, edhe me fillu seriozisht me marë për bazë që me ullë me ta me majtë seansa informuese dhe të vogla, me ka 10 veta, me ka sush me majtë seansa informuese ti për komunitetin jo shumicë në salën në kuvendit komunal, ku aty as kërkush s'merr pyetje sakt, as përgjigje sakt. Tu është mullën grupe të vogla që me mujtë me përqu sakt informatën që ai me pas qartë që ka kërkohet. E dyta, mas që të aplikon, na e kemi pas shumë probleme në Help, kur qytetarët e komuniteteve jo shumicë kanë hezitu me regjistru biznesi se kanë hup asistencë sociale. Ideja është me ju dhoni grace periud. Na duhet me pas një farë kriterit fleksibil për komunitetin, i cili tutut me hek dorë prej skeme sociale, po na e kemi apliku këtë kriterin fleksibil. Hajde provo 3-4 muaj, në momentin që kime u bind vetë, që kime fitu ma shumë se që fiton për skeme sociale, atëhera aje ka regjistru biznesin vetë, pa ja imponu na. Tjetra është që kjo që saj përket strategji që përdo t'i punësimin duhet me qenë shumë akter të përfshim. Unë apet për thamë, në momentin që ti nuk mund i delë zotë punës tonë, nuk po mund është me mri që atë objektiv, ka njerës të janë të dizajnu me bo këtë punë, mandati i Helpit është bashkë për qëtë punë, me dhonë grante për biznese ku faktikisht qytetarë që në margjina me i prunë qendër, ata mu bëtë zote veti, me gjeneru mjaftushëm financiarisht, edhe me qenë një familje e cila mundet me qenë e barabart me komunitetet tjera në Kosovë. Që kjo është idea përgjigja pyetjes Fatmir, po që kjo është ka unë menoj edhe këto janë të senet të jetume, unë nuk jam të letrës, unë jam në teren me ekipin tem për çdo ditë edhe i jetojmë dhe përjetojmë për çdo ditë. E trinto intervista realizinje me Rajo Fatlum kryezjueja, kotare birepkani organizacija Roma Versitas Kosova, kola pasharna praktika ke programja vašu studentja kotaro romano taja shkalju në komuniteti,
e tërnengje programengo kvaliteti e kompanjengi rolet ajo sfide kolencar mamu ingjona o praktikantja. Sa studentët të rinj të Rom, Ashkalin kanë përfituar nga programet e praktikës profesionale nga Roma Universitas Kosova gjatë viteve të fundit dhe në sa raste këto praktike kanë rezultuar në punësim të rregullt. Fillimisht shumë faleminderit edhe një herë për mundësinë që me pas një hapësirë ku ne si Roma Universitas Kosova mundemi me bashkë bisedu me qytetarët tonë Rom. Edhe në sa i përket pyetjes, punësimi vazhdon me që një prej sfidave kryesore që pre komunitetin Rom dhe komunitetin Ashkalin këtë rast, kur me qenë se po flasim për kryekput për strategjinë, vazhdon të jetë një prej sfidave, siç e thash, kryesore dhe këtu lën shumë për të dëshiruar sa i përket gjithë aspekteve dhe institucioneve të cilët janë përgjegjëse për avancimin e pozitës së komuniteteve, karshi punëve të cilët kanë bëj me punësimin e tyre. Për vite me radhë, Roma Universitas Kosova ka pas disa projekte të cilët përmes projekteve ka mundësu realisht punë praktike për të rinjët e komunitetit. Shumica prej tyne kanë pas punë praktike të cilët kanë gravitu prej 3 mujor deri në 6 mujor. Edhe këtu varësisht prej projekteve, ne kemi pas 3 projekte kryesore të cilët kanë mundësu punë praktike, po me qëllime të caktuar. Për shembull, një prej projekteve ka qenë studentët të cilët aktualisht janë studentena prej vitit të dytë ose për ata që cilët kanë përfundu një fakultet të caktuar, ne jemi mundu që me siguru një hapësirë pune për ta, karshi profesionit që kanë pas. Një pjesë në projektin Terkos kemi pas për çdo vjet gati 3 persona të cilët kanë bërë një punë praktike, të cilët kanë qenë 3 mujore. Shumica prej tyre janë konë ose në për institucione caktuara, ose në fushat të mjekësisë, ose në fushat të cilët kanë pas të bëjnë më shumë me organizata qeveritare. Ose jo qeveritare në këtë rast. Edhe këtu ka pas, domethënë, diku vetëm një projekt i ka pas për 3 vjet rradhazi 6 student edhe 2 student të cilët kanë qenë në projekte të tjera, por të cilët janë marrë në projektin Terkos, të cilët në total kanë qenë 9 student të cilët kanë bërë punë praktike. Kemi pas edhe praktika të tjera të cilët e kemi një projekt 4 vjeçar, për cilin për 4 vjet rradhazi ka pas 8 praktikant, të cilën të gjithë prej atyre janë konë në për institucioneve qeveritare, edhe në institucionet të cilët kanë pas në nivelin qendror. Tu përfshi ministrinë, tu përfshi institutet e mjekësisë, tu përfshi mediat kryesore publike në Kosovë, edhe shumica prej tyre kanë vazhdu punën praktike, por kanë shumë për të dëshiruar mundësia për një punësim afatgjatë. Kështu që këto janë pak a shumë numrat, ka pas edhe projekte të tjera të cilët kanë gravitu në shumicën e rasteve, të cilët krejt prej atyre kanë qenë student, ka pas edhe prej atyre të cilët puna praktike është zhvilluar në për kompani. Ne kemi 2 ose 3 marrëveshje kryesisht me këtë vit që po fillojmë, të cilët janë me kompani të ndryshme, kompani të cilët kanë për përpunimin e metalit, përpunimin e drurit, ka pra punë tjera të cilët kanë bëjnë me shkallësitë e tyre të cilët janë shkallësi profesionale. Edhe këtu ka pas jashtëzakonisht për shembull në projekte të ndryshme ka pas ndoshta mbi 20 studentë të cilët kanë përfituar prej programeve dhe projekteve. Si siguron Roma Universitas që programet e praktikës të jenë cilësore dhe të lidhura drejt për drejt me nevojat e tregut të punës dhe çfarë roli luajnë institucionet publike dhe sektori privat në këtë proces? Roma Universitas Kosova fillimisht ka projekte të caktuara, të cilët kanë qëllime të caktuara. Roma Universitas financohet prej donatorëve të caktuar, të cilët përmes atyre projekteve ne mundohemi me zhvillu edhe me ngrit edhe ndoshta në një farë forme fillimisht qëllimi primar është me bë problematizimin e këtij qëllimi. Do të thonë me pa që disa njerëz, disa student, disa të rinj, fillimisht janë të gatshëm me vazhdu punësimin e tyre, janë të gatshëm me kontribu në shoqërinë kosovare, edhe është shumë në interesin tonë fillimisht me pa këtë si problematik. E di që prej këndit të një organizate është pak e vështirë që ti me kriju mundësi të punësimit, sepse këto janë domethënë punë të institucioneve të cilët ato duhen me u marrë në mënyrë më të thellë se si me rregullu këtë problematik. Ajo që ka na lënë neve të cilët pak të shqetësohemi me këtë problem është një mungesë më e madhe, është një mungesë e një strategjie nacionale e vendit tonë si Kosova, të cilët me e pas këtë problematik në një periudhë pak më të gjatë. Neve jemi të bo gjithmonë projekte, jo vetëm ne si organizat, po ne si vend, jemi të bo gjithmonë komponente të cilët e kanë qëllimin me i adaptu nevojat aktuale. Nuk e kemi një strategji pak më afatgjate të cilët
e hulumton pak më shumë, e krijon një njohje të re të problematikës, e krijon një skenim të mirë të gjendjes dhe pastaj mundohet me gravitu me qëllime dhe me projekte të cilat mundohen me sistemu këtë problematikë. Fakti që kjo po na brengos gjithve është që ajo që ka po ndodhur aktualisht, edhe ne si organizata, edhe universitetet, edhe hapësirat e tjera dhe programet është që po krijojnë të rinj të gatshëm, po krijojnë jashtëzakonisht shkallësi të mira të rinj për ata që po i kanë mundësitë me i pas këto praktika, por ata pas një vite nëse nuk po e gjojnë mundësinë për punësim këtu, shumica prej atyre po largohen prej Kosovës, po shkojnë në vende të cilat kanë krijuar një farë standardi ndryshe sa i përket qëllimeve të trive që i kanë aktualisht në Kosovë, edhe kjo është pak më shqetësuese kur ty ik një i ri i përgatitur. Për shembull, vetëm një shembull konkret, një i ri i cili vjen edhe merr tretman merr shkallësi ose aftësi te Roma Universitas Kosova, vetëm në projektin tërkohës i kushton diku 1.000-1.300 euro si shpërblim për një vit akademik në suazat më të thjeshta që ka Roma Universitas Kosova. Llogaritën për 3 vjet rradhazi i investojmë në 3 edhe shumica prej tyre gati çdo ditë mbin lajme që po falem jam tu e prit për një vizë, jam tu e prit për një kontratë pune që është në Gjermani ose në vendet e tyre, tjera që ata i kanë preferenca, edhe kjo lën shumë shqetësim për neve, sepse edhe për shkak që nuk po mujmë me rregullu një problem të caktuar, edhe kur po e rregullojmë neve nuk po mundemi me i majt këtu edhe me i pa kontributet e tyre këtu, por ata po e kanë mundësinë me shku në vende tjera. Çfarë rekomandimesh përmes këtyre dy sfidave ose përvojës tuaja i kisha dhënë që mos të kemi gabime të njëjta në strategjinë e re në komponentën e punësimit që është duke u përpunuar? Ajo që është cilësi kryesor i kësaj qëllimi është bashkëpunimi mes institucioneve, organizatave jo qeveritare, njerëz, kompanive të cilët punësimit në aspektin privat, edhe agjencionet e ndryshme, odat ekonomike, të cilët bashkërisht duhen me kriju strategji ose me kriju plan programe, të cilët nuk kanë bëjnë shumë me po besoj, po mendoj, po me thonë që po neve për këtë 5 vjet e kemi interes me i marrë 100, 200, 150 të këtyre komuniteteve, me i përcjell në çdo hapa, me pa një pjesë organizata mundet me e bo një punë e cila mundohet ata me ngrit shkallësitë e tyre profesionale. Një kompani ka një interes të kësaj fushë për një nivel pak. Për shembull, nëse një kompani ka interes për 5 vjet me e kriju një hapësirë pune për ne jemi të gatshëm me bashkëpunu me atë kompani dhe me kriju shkallësi, sepse për 5 vjet ti me e pas në konsiderat, me e pas në fuqinë tënde, edhe punëtore, po edhe me ndihmu një njeri që është të kërku punë, nuk është pak. Domethënë këtu ka mundësi për bashkëpunim institucionet me kriju lavërdi për shembull edhe për kompanitë, edhe me programe që kanë qenë programet që kanë tregu që po kanë sukses, që 6 mujori me qenë i paguam prej ose jo krejt i paguam, po me kanë një farë dakordance me institucionin përkas që me kriju që të farë lavërdin, me kriju që të motivimin e trive, të cilët të drejtat me ekzistu si të drejta, ashtu që i kemi shkru, ashtu që i kemi besu, që duhet me qëndru, orari me u konë orar, pushimet me u konë pushim, pagesa me u konë pages, natyra me trajtu si njeri, si çdo njeri tjetër, edhe gjithsesi me e pas një komunikim të vazhdueshëm me skret hisedarve që janë në këtë farë komponente, dhe kjo padyshim është suksesi kryesor që mundet me na pëlqy të gjithëve. Më afton një farë sinqeriteti, ndërgjegjësimi edhe bashkëpunimi i mirë fill me skret këtyre komponenteve, edhe kjo besoj që është rezultati më i mirë në praktikë. Kam le të respektune shunavne taj dikhavne pe lungipe e intervistjengo e institucione reprezentjencar taj aktivistjencar, diklem ka e sasaj peale lile nesave mahatne bajakja, numaj pandara qona seriozune sfide ano implementi pe, koordini pe taj direktuno inkludi pe e komitetjengo ano decizjeli paske procesja. Ano averdrom ameno medje taj dizutne simen mahatni rola, te informinat e adikere institucije ngodorne, taj te manga ka e publikune politike, te i rangjon ano realune gjivdi paske o lachari pe, oven sa ste pe shuni pe dikipe.